Dhe tjetra, te skema për aviokompanit. Kjo është e hapur për të gjitha agjensit që operojnë. Kjo është e para. E dyta, ti e the shumë mirë. Ti kështë të bobile një 10 milion me kry punë. Po pra dhe? Po nuk u menu asë njerë që ashtu bre. Ky fond ka mu shpenzu në korrik edhe në gusht, sepse fluksi e din të shumë mirë është në qatë kohë. Edhe është skem tipike që shkanë reagu shumica e qeverive në Evropë për krizën aktuale për shkak të luftës atje në Iran. Por qeveri tjera për fakt kanë reagu dhe për qytetarë që jetojnë këtu, për benzinën e dyne s'keni reagu. Se cilin udhëtar që mos me ra numri i fluturimeve, sepse ti e din shumë mirë që me bo me ra numri i fluturimeve gjatë verës, me ardhë ma pak diaspor, këtu, a din s'ka ishte dash me bo mandej? Që po të kalëzë s'ka ishte dash me bo mandej? Mandej ishte dash një 100 miliona me subvencionu biznesin Kosovë nga dami që i bëhet nga mos ardhja shumë argentarëve këtu. Është politik shumë e qartë për me adresu një krizë të këti momenti. Në nëntor të vitit kalum, dhe pastaj saktësisht në programin tonë zgjedhor të dhjetorit vitit kalum, kemi thonë këto janë 5 vendimet tona të para në qeverinë e re. Numër 5 ka qenë pako për përballje me inflacionin 2.0. Shprehimisht kemi shkru 4 kategori që përfitojnë dhe kemi pas edhe një subvencionimi për faturat e energjisë elektrike. Tjetra, kemi tentu me kry këtë punë në kuvend, me rishikim të buxhetit, se i shbëm njërën ma efektive të mundshme. Nuk e kanë votu shmangje nga procedura bloku opozitar. Në fund, kur na u detyru me bëni zgjidhje, edhe kjo zgjidhje është ma e vogël se ajo që kemi paralajmëruar. Ky fond, me këto është ma e vogël kjo, sepse nuk kemi mujt me bërë rishikimin, sepse nuk e kanë votu partitë e bllokut opozitar.